Antari i listës guxo Kujtim Hajdari ka rikujtuar fjalët e presidentit historik Ibrahim Rugova të vitit 2005, i cili kishte paralajmëruar që qytetarët të mos bien prej mashtrimeve të Serbisë. Hajdari tha se vizioni i Rugovës për liri e pavarësi vazhdon të çojë përpara shtetin përmes udhëheqjes së presidentes dhe kryeministrit. Ai kritikoi PDK-n për lojë defetiste ndaj Serbisë, duke akuzuar se po e kish përdor një pjesë të bashkësisë ndërkombëtare dhe po zhvillon propagandë me fake lajme për të dobësuar pozitën e Albin Kurtit. Faktet janë se Kosova është shtet i lirë, i pavarur, demokratik e sovran. Minoritetet në vend gëzojnë të drejta që nuk i ka asnjë pakicë tjetër në botë. Nuk do të ketë coptim të Kosovës dhe kur më çizma të Serbisë nuk do të shkelin në tokën e shenjtë Dardane, u shpreh Hajdari. Në vim, shkrimi i tij plot çka pa deklaruar me vitin 2005, një vit para ndarjes nga jeta presidenti jon historik Ibrahim Rugova. Nëse dëshirojmë si popull të dalim fitues ndaj Serbisë, mos u besoni mashtrimeve të saja. Përveç kësaj, presidenti Rugova posedonte një aftësi të jashtëzakonshme dhe vizion dhe dinte të vlerësonte vullnetin e madh të popullit për liri dhe pavarësi, të zgjonte tek populli dëshirën për angazhim dhe veprim. Dhe fatmirësisht për shtetin ton sot këtë dëshirë dhe vullnet të trashëguar nga Rugova, populli jon po e çon përpara me presidenten dhe kryeministrin në krye të shtetit. Mirë po në anën tjetër sot fatkeqësia e popullit dhe shtetit ton është se një pjesë e opozitës dhe në veçanti PDK-ja po i prim lojës defitiste të shtetit ton përballë Serbisë. Dhe këtë në dy drejtime. Në njërin anë duke kish përdorur një pjesë të bashkësisë ndërkombëtare se gjoja PDK-ja është garantuese e paqes në Kosovë, sigurisht me politikën e saj nënshtruese ndaj Serbisë, duke vënë gjithnjë në pjatë ndarjen e veriu të Mitrovicës, duke thënë se atë s'mund ta mbajmë më me njësi policore dhe, në anën tjetër, duke krijuar rrethana të reja të fushatës së egër dhe sulmeve përmes propagandës së mashtrimeve, tani më jo më përmes kërcënimeve direkte të vrasjeve, siç e patëm bërë pas luftës në Kosovë, por me fake lajme, të cilat po i hedhin në treg përmes mercenarëve të vet në mediume televizive që me to të mund të shërbejnë Serbisë dhe një pjesë të bashkësisë ndërkombëtare me qëllimin për të dobësuar pozicionin politik dhe kombëtar të Albin Kurtit. Pse e bëjnë këtë? Një herë, një bashkëpunëtor i presidentit amerikan Wilson kishte thënë, përvoja e gjatë politike më kishte mësuar se të paditurit dhe të shiturit është e pamundur ta bindesh me fakte, dhe faktet janë e Kosova është shtet i lirë, i pavarur, demokratik dhe sovran, cep më cep në territorin e vet, dhe se minoriteti serb dhe minoritetet e tjera jo serbe i gëzojnë të drejtat më të avancuara që si ka asnjë pakicë tjetër në botë. Dhe të gjithë ata që po kërkojnë destabilizim politik dhe të sigurisë së Kosovës, me maska dhe pa maska, në Kosovë, Shqipëria apo Serbi le ta dinë se s'ka dhe s'do të ketë coptim të Kosovës, dhe se çizma e ushtarit dhe policit të ish okupatorit dhe regjimit fashist të djeshëm dhe të sotshëm serb